Është mbajtur tubimi solem për nder të 50 vjetorit të gjeneratës së parë të Akademisë Policisë Kosovës. Gjenerat kjo historike që shënon një kthes të madhe në ndarjen përfundimtare nga strukturat e policisë së regjimit serb. Ishte kjo gjenerata e parë që u shkput nga shkolla e mesme e policisë së Serbisë dhe u edukua mbi parimet e rendit të ligjit dhe shërbimit ndaj qytetarëve të Kosovës, në një sistem të pavarur dhe demokratik. Ky takim u mbajt në një nga sallat qendrore të Akademisë të Kosovës për siguri publike në Vushtre dhe mblodhi pjesëtar të kësaj gjenerate, tashmë shumica prej tyre me përvoja të gjata në shërbim, disa prej tyre në pozita udhëheqëse në institucionet e sigurisë së vendit, të tjerë mërgjimtar që kanë punuar e jetuar tashmë sa vite larg vendlindjes, ndërsa të tjerë të pensionuar me dinjitet. Në këtë ngjarje u mbajt një minutë heshtje për të nderuar kujtimin e kolegëve që kanë ndruar jetë gjatë detyrës apo pas pensionimit. Emrat e tyre u përmendën me respekt të thellë dhe u shpreh mirënjohje për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në krijimin e themeleve të sigurisë në Kosovë. Të nderuar pjesëmarrës, me lejoni të bëj hyrjen e ceremonisë me rastin e 50 vjetorit të diplomimit të gjeneratës parë në shkollën e mesme për punë të brendshme në Vushtre, viti 1971-1975. Ju ftoj për 1 minutë heshtje për kolegët e cilët kanë vdekur, si dhe pjesëtarët e stafit të shkollës, atëherë që kanë ndruar jetë, njashtu edhe kolegët e cilët kanë rënë gjatë kryes së detyrës, si dhe disa prej tyre që kanë qenë në nisitjet e ushtrisë ligjtare të Kosovës. Lavdi. Mi lejoni t'i përshëndes musafirët e ftuar, Zotri Shpend Shabanin, drejtor i Akademisë për Siguri Publike, Vushtre. Major Rahim Fazleun, punëtor i Akademisë për Siguri Publike. Profesor Izet Musaj, pedagog në atë kohë ka qenë në shkollë mesme punë në brendshme. Zotri Adem Ademi, mësimdhënës. Selmon Rugova, mësimdhënës. Zotri Ajrullah Tërnova, ka qenë edhe drejtori i kësaj shkolle përpara. Njashtu i përshëndes edhe disa pjesëmarrës të familjarëve, të cilët kolegë të cilët kanë vdekur. Nuk kemi pas mundësi me informue, me iftu të gjithë, se kemi pas vështirësi rreth numra telefone, rreth adresave këto. Mirë, po disa i kem edhe kanar, jenë lajmërue. I përshëndes. Këshilli Inicus, në Përberje, Nureddin Ibishi, Selman Shala, Shefqet Besaj, Mehmet Ahmetaj edhe Elmi Sopi, jemi munduar deri në maksimum që të informujmë të gjithë kolegët pa morë parasysh agjendën në Kosovë apo jashtë Kosovës në vende tjera të perëndimit. Mirë, po disa s'kemi mujtë, disa për shkaqe shëndetësore jenë lajmëruar që nuk kanë mujtë me morë pjesë këtë rëndë. Fillimisht për një fjalë hyrëse u ftua Nureddin Ibishi. Po të pojmë mas 3 dekadave, apo pas tubimit parë që patëm këto, atëre kishëm edhe Kristo Melenashën akoma gjallë, pra i drejtorin e Akademisë Policore, vitet po kalojnë, ne akoma qëndrojmë kështu drejt, une vetëm po duhe ato që ka e nisi pra zoti Selman Shala, ishte pra një vullnet i Këshillit Iniciativë, po duke falendruar në veçanti drejtorin që gjeti mirë kuptim edhe zotin Major dhe stafin edhe zotin Zabërgja që na dhanë përkraje që të vim
aty ku ka nisë spari të flitet shqip, pra në të shkollohet dhe të flitet shqip, edhe ka qenë kontributi gjithë edhe politikës, por edhe aktualit atëhershme, por edhe edukatorëve tonë që na kanë bo një staf mirë. Kemi kaluar sfida të ndryshme për plasjeve, pra duke munduar që të krijojmë rende dhe ligj, deri viteve 90 kur e dini regjimi okupues, do të pandashëm të ciku edhe një moment shumë interesant që ne kemi qenë bile brendin aty ku bo kundërshtimi ndryshime kushtetuese në vitin 89, nëse nuk gaboj, pra kur Behar Selimi lexoi një letër në emër të gjithëve dhe një aklamativ u përshëndet. Atëherë vjen procesi politik i vitit 94, ku kem duhet Avdim Mehmetin ta përshëndes, që është i fundit edhe me dënimin më të lartë, që pas lufte e pritëm na nga kazamatet sërbe, edhe kishëm çdo herë breng. Do të pandashëm ciku edhe sfida tjera që më ballafaque edhe në krimin e policisë të re, duke munduar që të integrojmë me gjithë edhe pjesëtarët e pra jeshtë policëve që kemë qenë ne, por edhe të ushtrisë të Kosovës që ishte një marrëveshje e atëhershme mes generalit të KFOR-it, Zoti Jackson, edhe kryeministit të qeverinë përkohshme Thaçi, edhe mundum, por politika në e prishja të rrjedhim, sido që tjetë jetën e bëni të vetën, pa dashmë kthy edhe me laboru atë, ne vazhdojmë punën edhe me krimin, edhe kontributin ton në krimin e policisë re, dikur po shumë të deri në vitin pavarësinë shërbimi policor i Kosovës, mandej me pavarësi kur miratu kushtetuta e Kosovës në 30 qershor të 2008, pra atëherë miratohet e ligji për policia dhe policia u bë e pambarë dhe quhet Policia e Kosovës. Tjetër do të veçue edhe i kem 10 dëshmorë të ushtrisë qendrore të Kosovës, 4000 plagosur, edhe një numër shumë të madh të pjesëtarëve të edhe kësaj gjenerate, po edhe gjeneratave tjera të kësaj shkolle që kanë qenë pjesë e ushtrisë qendrore të Kosovës. Edhe njëherë duhet që falenderoj shumë për këtë prezencë juaj, pra edhe njëherë pandashëm stafit në krye me drejtorin, majorin edhe në kolonelin Zabërgja, por edhe gjithë juaj që këtë gjithë kohë në respekt veçantë për familjarët e kolegëve tonë që nuk janë më në jetë, edhe uroj që pra gjysmë shekull pastaj të bëhemi pranë. Shpend Shabani, drejtor i përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për siguri publike, u ftua të marrë fjalën dhe ju uroj mirëseardhje gjithë pranishmëve. Është një nder i veçantë për mua që sot ju mirëpres në këtë ditë të veçantë për juve, respektivisht në 50 vjetorin e diplomimit tuaj. Kjo ditë është më shumë se një përvjetor. Është një dëshmi e rrugtimit të gjatë të shumë për jush, të cilët patën vullnetin për të shërbyer vendit dhe qytetarëve në një kohë të vështirë. Ju jeni gjenerata e parë që keni vu themelet e para të arsimit në siguri publike në Kosovë. Kjo shkollë, meqense është themeluar me përkushtim në vitet e 70-ta, megjithatë nuk pati jetë edhe shumë të gjatë. Meqense me suprimimin e autonomisë së Kosovës nga regjimi serb, u ndërprej edhe funksionimi i saj për shqiptarë. Megjithatë, ideali nuk ka vdekur. Pas çlirimit të Kosovës, mbi këtë themel është ngritur Akademia e Kosovës për Siguri Publike, një institucion që sot vazhdon misionin e shenjtë të përgatitjes së zyrtarëve të sigurisë në standarde bashkëkohore në shërbim të ligjit dhe qytetarëve të saj. E sot mja është një nyje lidhëse mes brezave, jo që dikur u diplomuat në këtë shkollë dhe gjeneratat e reja që sot përgatiten në këto hapësira. Ju jeni historia, një burim frymëzimi për gjithë ne që kemi përgjegjësi dhe nder të vazhdojmë misionin të cilin ju e keni nisur. Në emër të Akademisë dhe stafit të saj, ju falenderoj shumë për praninë tuaj dhe për kontributin që keni dhënë dhe për besimin që keni treguar duke u rikthyer përsëri në këto shkolla ku 50 vjet më parë keni diplomuar. Duke ju uruar shëndet, jetë të gjatë dhe krenari për rrugtimin tuaj, ju ftoj që ta shijoni këtë moment me respekt, me mallëngjim dhe me mirënjohje ndaj njëri tjetrit. Fjalimet e mbajtura nga pjesëtarët e gjeneratës së parë dhe nga drejtues të institucioneve përquan një mesazh të qartë. Policia e Kosovës nuk u krijua rastisht.
Ajo ndërtua mbi gjakun, mundin dhe sakrificën e atyre që besuan në lirinë e këtij vendi dhe në të drejtën për të jetuar të lirë dhe të sigurt. Mas 50 vitesh, po takohemi, me disa jemi takuar edhe në ndërkohë, po në shumicën të juve po takohemi për të herë parë pas 50 vitesh. Fillimisht, duhet Këshillit Organizativ që ka përgatitur, ka organizuar këtë takim, ka falenderoj për ftesën që kanë bërë, dhe në rëdinën të bisedurit thash me shumë knasi do të bëjë, ka hezetim fare, ka një ndeshën të një fjurë. Ju keni darë të gjithë në pension, më kanë darë shumë para juve, për duke miri si ju të këtuande, por ju uroj shëndet, ju uroj varësi njetë dhe gjithë të mirat e jetës. Kalofshë mirë dhe gjithë të mirë. Tash për këtë vlenë, emnin mbi emni, ku jeton edhe asgjë më shumë. Urdhër shef Haxhiaj. Si gjithë po shef Haxhiaj. Jetoj në Gjermani prej 1992-s, gjithmonë në nord Kosovës. Fakt është që vitit kaloj shpejt. Isha në një vorrim, njënit, i thash, i sholla ka vdek shnësht, i sholla në vdes kur. Thash për me janë tjerë ma mirë, nësë më morë bisht, jolla janë, thash, i sholla aj nuk ka qeni smut me djek në shpifin e vetë dhe familja me tonë, edhe i sholla nuk vdes kur, da kuptime thash që kalon vetra, për mos me vdek kur. Edhe në përshon, prej fjales, mund është me qitë prej gjumës, mund është me qitë herën, e në ndonë anisë, por mund është me qitë milion, e në ndonë nisë. Ndonë nisë, një kohë, sa kimi. Famdej shumë që. Vesë unë shkort, për mbojmë adhe madhimi, veç. Respekt për gjithë. Sëtë e kam një krasit veçanë që një shërë i poshë për gjithë. Kurse ku besu që ku një poshë. Dhe posë mundësi që ku kisha morë që të ndrëshë e kisha shtë një. Falemderi shumë, kalio shumë mirë. Shaj Paliu. Vështë. Një përshëndet zërëve, ku Shaj Paliu, jetoj në Prishtinë. Vështë embi. Normal që në takohë që në bëjë gjithë. Nësë një veçanë të që po takohë në kështu, mund në kese të sonë, po jetë është në tim. Shonë në që jemi kalojnë mirë, edhe me i detë matë mirë, se bashkë mirë ata është mu. Zërështirë është në kaluvis, të një familja mirë është shësënia e Kosovës, edhe na jemi një një. Që përshëndesë. Hamdi. Në vesh, Dios emnin, bi emnin dhe ku jetoni, mos me zgjatë se kemë shumë, sa për njëmë. Se më rëgohë, e që nga? Rrugë se më rëgohë dhe që ndryshë, edhe organizatorin e komisarit, edhe kërkoj që në skjetë telefon dhe pakohën e prakë, se... Famdej si në. Vesh. Vesh, shkurt si nënse kimë, bravo. Dhe gjef e to. Më falë, drejtor, po është zbeku i thesa. Përshëndetje gjithë, që në bërë shumë qefi si këshilë organizativ që keni mujt në këtë numër një përgjith kësaj këtesa. Panderit shumë e vazhzote shifën e prakë. Panderit shumë. Se në mori s'ka nevoj se njojnë kretë, Ilmi Sopi. Vesh emni pja. Tash po vesh politi të në otakori, shola shqiti e mërë e vita, përzinë. Vesh, mirë, urna. Ja, urna, e se kameru. Shumë bukur. Bravo.
Isak Bali. A ndëgjuhet, po, e zonë. Unë da stajit. Sa i sërshiti? Së kënja rru, ja. Suleman Gashi. Suleman Gashi, Daniel Prishin. Shaban Plana. Nuhi, që thëshin, Nuhi, Faik, Nuhi Gjelana. Andim. Por në Afrim Shala. Respekt. Kadri Gashi, pe Lugut Baranit. Adem Shala. I ronë përkosisht në Zvicër. Kemi jarë dhe busha, shtu ka në vjetë, pa është do, pa një vjetë. Kemi do në qatë një vjetë, në qatë një vjetë. Që është 70 vjetë. Mëse arru një kohë se i kemi fillu, si 14 vjetë. Bravo. Ali Balej. Në tremë të zanë, jenë shpëngur të Serbia. Korishën historike. Profesor Bovetin, Aleseri, Nazveja një. Jetojmë në kësa. Respektën ndërimi të të. Profesori Haredini, i gjuhës angleze. Mashallah, për këtë vetë shumë ma shumë se të një registruar. Falënderit shumë. Vetëm edhe të qëka të shumë. Në jenë normalist, zërë që i mishë, në të komunë, ishqimisë. Në të sektorë, qëta të një këtë shqimisë, në rështë mojë, s'ko më mojë në dhejë. Profesor, në kam dhe në mënët sa vinushë, razikushë. Në të së dhe tjetërën, dhe që më shumë, shë që dhe një ka shumë të njohë, së në një vjetërën, dhe tjetërën, sa jenë në shumë. Vera Muharrimi. Ymërlia i pret. Çamil Behrami. Çamil Behrami për ndryshë sot. Një ta publikacion e Prishtinë të Trafiku nuk shkon pas Çamil Behrami në kryeqytet. I po Shërqivari. Mohamed Hamiti. Andi shumë. Vësta Begu. Bravo. Remzi Gaxheri. Qërë shtetit gjithë mirë, i shallar, mas 10 viteve, që shtë të apë. Shërqet Salihaj. Gati thash Beqej. Falënderit shumë. Avdi Mehmeti. Njeriu që ka mbajt, edhe ka qenë prori i lartë, edhe edukator në akademi, po njëkohësisht e ka mbajt burgun më të gjatë në Në një falenderoj këshillit organizativ
stafit në Akademinë Bashkërisë së Sotme. E kam përgjigjur me thonë veç një fjali. Është privilegj edhe në atë kohë kur kena qenë mësimdhënës të kësaj shkolle, e në veçanti privilegj është tash i këtij stafit, cili mirët me edukim në shkollim të gjeneratave që marrin pjesë në forcimin e shtetit dhe mbrojtjes ligjit të rregullave të shtetit. Edhe një, unë i kam pas një 18 vjet përvoj pune para lufte, po 3 vite sa kam punu në qitë akademi, e ndi vetëm që e kam bërë një kontribut për gjeneratat cilat kanë marrë pjesë ma vonë edhe në punë, por në veçanti mas 9 letës që e kanë bërë kontributin e veçantë në forcimin e shtetit, në luftën e UÇK-s dhe në jetën e përgjithshme, në veçanti edhe pas luftës. Përveç është që sa të jetë të në edukim të gjeneratave tjera. Edhe në aspektin profesional, moral, kombëtar, në gjitha aspekte. Faleminderit shumë. Unë dua të rikujtoj diçka. 94 kur na arrestuan, kom se një selim e vonë tina Akiun, kreti kanë arrestu për moshkujve, pasën Shaban, Avdhen, Hakin edhe Aliun. Po ja të regoj momentet shumë të rona. Latërnova, kush tjetër, drejtori i Akademisë Policore, tash opinionist, aktiv në jetën edhe politike, edhe publicistike. Unë e ku pas fatin, në rëmi drejtë në rrimi kësaj shkollës me përnuk të shkollë dhe në dhejtë. Perinuar ndryshme, safet ndryshme, si t'i gjeru, si kreshef, si zëven drejtar, si drejtar, e tjera tjera. Por, jëmë krenar me pranin e juve gjithë të që jemi këtu, që gjithë të qenë zansa kësaj shkollë, si kur që unë kam qenë në shkolla tjera, po krejt që i kam unë edhe ardia, që të kostoni kam krejt akademit e kryera në sistemin e Jugoslavisë për polici. Dhe të mbellus të parë, Kosova si Kosovë që ka qenë, unë mendoj që edhe e ka dhonë kontributin kësa jemrisë që është e sigurisë, sepse gjithë përfashtu sonë jënë pjesëmarrës në çdo aksion, lëvizje që nga të punë deri këtu. Tash s'po du mi zvërthyri dhe kuptoni çka është ajo. Prandaj, sepse pe folje dhe diçka pasi Mësën se mund bashkort të hajvilla se kemë agjendën. Mande kemë... Përparu, bile e këna pasë edhe një sport, plus që e dini ju, që është nga në ndikë pa federatizë që shkollë dhe mesë që s'ka pasë asin dëllim. E demo që kemë edhe heraj e kemë luftar e denun politikisht, si kur që u përmen e kërë kështu. Prandaj, është krenari me këto bilera, e sidomos edhe tani që ko vazhdojnë. Policia edhe tash është e suksesshme, edhe na i knashëm atyre rezultate. Prandaj, jem për krahje edhe nëse ka nevojë të këtu vjetë nga dhënë kontributin tonë në çështje sigurisë çdo vend. Faleminderit për këtë organizim edhe respekt. Shaban Ukaj. Ju përshëndes në zonë, inshallah shihni nga petë Pristina, Shaban Ukaj. Osman Goçi. Unë jam Osman Goçi nga Boda e Nitit. Faleminderit shumë. Nderim dhe respekt për Ahmet Osmani. Jam djalli i Herbert Krasniqit i dytë, faleminderit për ftesën, këshillet organizative dhe falenderoj. Nderim dhe respekt. Sherif Kasrati. Sherif Kasrati, jetë e Prishtinë. Shumë mirë. Kadri Lekaj. Kadri Lekaj. Jo përshëndes të gjithëve. Edhe
ndërrek shumë organizativ, shumë ka problem mas gjithë shtekë. Dëshërën prapë të ta qërë i ta që janë të si. Adjet. Masi po vim dhe cedjën e tjerë, ju dëshiroj shëndet një të cedjën. Faleminderit shumë. Murat Hasani, me zi këtë më njësë. S'ke ndryshu, po mjekra. Gazmen Fonaj, një klasë, një bank ju më kom me tha. Zonë sot pas 50 vite të të gromi për së i bashkë, pare i vitë. Përshëndes koordinatorë që kanë pronktet të dhimë, përshëndes o nësatët të kanë orë sot në me të kjetët dhe të i të shojtë gjithë, shëndet e mire, shala të gromi dhe vitë tjera me shëndet. Ndi shumë. Destan Kabashi, u emocionu e kështu, po... Faleminderit Destan, dëshiroj shëndet. Sinon Gashi. Faik Peaziti, e kom kushëre, është i ka tu pak ma nej dhe gjithë kritikan, thosim ke thirë herën e kalumë me apëshe. Ndi shumë. Idris Gjashari. Falenderoj në që se hapë që një të shpinë në veti, pas disa vite dhe mërë sukses e shëndet gjithë të në kolegë edhe të ramë Faleminderit shumë. Hysen Begu, Mustafa ke më herët të i Begëve të Sharjes Begorës. Begëve ka qëndorë dhe tjetër këtu atje, në Gjermania dhe në Kosovë, i konsendet gjithë, jam interu që për përfundojnë me fjallën. Të pranishmit i përshëndeti edhe major Rahim Fazliu, drejtor për trajnime themelore në akademi. Unë jam gjenerat i ri, jam 74, në atë kohë do të thotë veç ju pas këtë qenë në akademi të ndjekë trajnimin themelor. Jemi të vedishëm do të thotë për sakrificat që keni pas, edhe në fillimin atëherë si akademi që keni fillu këtu, se nuk ka qenë letë asë atëherë. Me sigur ju kanë mungu kushtet shumë, ju kanë mungu literatura, ju kanë mungu profesorat, ju kanë mungu gjitha, mirë po ka qenë një sakrific, me realizu gjitha ato, edhe me përfundu me sukses do të thotë atë trajnim. Mirë po besoj që sakrificën më të madhe keni pas gjatë kryrjes detyrës t'juaj në terenat që keni pas, nuk ka qenë letë me punu në atë kohë. Në më kanë qenë qeshtit politike ndryshme, cilat javë kanë rëndu ma shumë edhe javë kanë vështirësu punën e juaj. Ne edhim që nuk ka qenë letë me punu prej viteve të 10-ta, 90-ta, ku ka qenë veç edhe largimi juaj nga puna. Keni sakrifiku shumë për sigurinë e komunitetit, e di që në atë kohë një më konë në zënës, edhe shumë për juve keni kontribu në rujtjen e shkollave atje, që ka qenë shumë rëndësi do të të me mojtë një rene dhe disiplinat jenë shkolla. Mirë po shumica për juve e di që keni qenë dhe pjesëtarë të ushtrisë trimtare të Kosovës dhe keni kontribu në atë aspekt. Lavdi për ata që e kanë dhënë jetën, se ka dhe shumë për juve që e kanë dhënë jetën jenë filiju, jenë shkuna më shëp. Mirë po ju falenderojmë gjithë juve që keni kontribu të të sigurinë e vendit tonë. Unë besoj që ju jeni themeli i shtetit tonë, ju jeni themeli i policisë të Kosovës edhe sot, do të që jemi. Shumica për ju keni vazhdu edhe pas lufte keni punu, me neve së bashku, ku kemi marrë prevuja eksperiencë erzakonisht mira nga ju, edhe sot jena të mundu me vazhdu rrugtimin tuaj, në mënyrë që policia jonë tjetë sa më mirë, sa më drejt, sa më demokratike. Sot aktualisht ku jemi,
e kemi gjeneratën e 62 të policisë të Kosovës, mirë po ne kemi llogarit të gjenerata pas lufte, jo të juve që kanë qenë të gjenerata e parë. Mirë po ka shumë për juve që një kanë edhe pas luftën gjenerata tona të policisë dhe të cilët keni qenë të inkuadruar në policinë tonë. Trajnimet janë duke zhvilluar në mënyrë normale, në mënyrë të mirë. Momentalisht jemi me disa trajnime më të shkurta, për shkak nevoja operative, sa ti kemi në teren, do të situatën veç e dini ju. Jemi të mundu me plotësu do të numrin e policëve që të na mungojnë edhe në veri edhe në çdo vend tjetër atje. Mirë, por në përgjithësi trajnimet janë të shku mirë, janë me kurrikula më të zhvilluara, më të mira të policëve ndërkombëtar, që na kanë përkrah pas lufte, ku një përkrahje siç e dini do të thotë jashtëzakonisht madhe na ka bosë BEA, na ka pru trajnera që zakonisht kanë qenë me prevojë me eksperiencë shumë të mirë. Edhe njëherë faleminderit shumë që keni ardhur, na keni nderuar që keni ardhur këtu. Na jemi dikon 50 zyrtar të policisë të Kosovës, që të shërbejmë këtu, jemi instruktora në lamit ndryshme, në fushat ndryshme që të veprojmë. Kemi edhe instruktora tjerë të fushës atje, sidomos kohëve të fundit kemi filluar dhe jemi duke i marrë nga fusha, nga terreni atje, për shkak të eksperiencës tyre që kanë. Për shembull, i marrëm të hetimeve të forenzikës atje që nashta me qindra raste ka që ka kry në vend ngjarjes atje, vinë dhe ligjerojnë edhe te kadet tonë të tri, në mënyrë që më aftësu sa më mirë. Pas përfundimit të takimit, i ndalëm 2 nga pjesëmarrësit për të na evokuar pak nga e kaluara e tyre, e që nga kjo e kaluar kanë shumë kujtime. Njëri ndër ta është Sherif Haxhiaj nga fshati Uq i komunës së Istogut, i cili tashmë e disa vite jeton në Gjermani. Quhem Sherif Haxhiaj, jam gjenerata e parë shkollës mesme punë brendshme, 71-75, vi nga fshati Uq, jetoj në Istog, kom punu deri 1990, e 1990 në 23 shkurt jom i suspendum, në pej kohën e funit kom punu. Kur kom marrë këtu në shkollën e mesme punë brendshme, mas klasës 8, do më thonë 14 vjeqarë, në patëndon do uniforma pa lidhe të punëtorve, edhe i përvjelshëm deri që kom qytetarët nuk e dishin hala çka jemi, thashin a jeni farë burgosën, a çka është puna juve kështu kejtë ri. Shkojshëm të tjela të këshyrë femnat kështu, u dashëm si kur majmuna. Nese në mujnë në patëndon, pa shku të shpia. Kush i kesh punë ma mirë, i vishin prindit me pa, po mu nuk o arë kush me pa dhe shumë kush tjerë se ajo ko ka qenë e fësirë. Nese, bashkë në mujve, jo, gjatë që ty në 9 mujve, njëse njerëzit mu mërzit, se kishë fëmi që nuk e shku kur jashtë familjes. Në më thonë, ashtë një javë ditë, u shku të dojtë, po ma shumë se një javë ditë, nuk u do për none për babe. Unë ju pa mësu se unë ju shkosha në bjesh me nejtë, ka 2 mujë ditë, pa i po nonën e babën, po. Kur njësin me ikë, më shku për marshëm, e shkoj ke drejtori e këta e prohërt, i ndajshin e bjeshin apete, ju dhashin kur ajo për me nejtë. Gjatë 4 viteve këtu, muj me thonë vetëm një djalli Argjës ka qenë një herë i ndjeri, ka qenë në vizitë. Une, si ma shkurt, u mërzitësha, po e kom pas jetë shprejhen të shku ditarin e jetës. Edhe për tëna ato vite që kom shku ditarin e jetës, fatkesisht mu kanë djekët 1990, ku mu kanë 95, ku mu kanë djekë shpia. Edhe tash e moj ditarin e jetës, se harran njeri, e ku të shesh mas 10 vjetë që ka ndohë sot, është knashti. E faleminderoj Radio Fontanën që orë me na prezentu, e faleminderoj stafën që orë me na prezentu edhe na kaftu këtu. Vjen mirë që përsha shokët disa mas 50 vjetë, e disa e kum pa dhe 30 vjetorin e majtjes këtij programi. Bëtëzesh, shumë faleminderit për juve. Unë e qesh kum pas një kësi këtu se kur na kanë shkep, kur kem kry klasën vitin e 4, kur na kanë shkep, dikon kne, kush ka me punu, mu kishin pas harru krejt. A ka kush se nuk e kem thirë emnin që va dojë thashune. Ha?
Thash qumë Sherifazhia, kur konë së këni caktu. Ha, shko thamë Prishtinë që aty. Po ashtu disa kujtime të përjetuara vite më parë për Radio Televizionin Fontana, i ndau edhe Selman Rugova. Sot jam këtu këto në dobimin e gjeneratës parë të shkollës e policisë në Voqtërn. Gjenerata e parë e cila është shkput nga shkolla e mesme e policisë së Serbisë dhe është me vecu si shkolla e mesme për punë të brendshme në Vushtri. Gjenerata e parë ka fillu mësimin 1970, në 74 e ka mbaru. Është një prej gjenerata më të mira, më të forta, që ka tribu edhe me punë ma vojnë në polici. Shumica e këtyne kanë qenë e prorë të policisë, shumica për tyne kanë marrë pjesë dhe në luftën çlirimtare të Kosovës, edhe vjen shumë mirë se shumica e tyre që kanë jetë ende dhe ende kontribuojnë, si këtu, si edhe jashtë. Unë jam i ftuar si profesor, kom qenë këtë akademi profesor për një vitit 1977, dhej në mbarim, dhej në vitet 1990. Kom qenë profesor i lëndës e edukatës fizike dhe sporteve luftarake. Kjo shkollë ka dhonë gjenerat pas gjenerate, edhe besoj ka qenë një kopje e mirë për gjeneratat e reja që tash janë duke e kryrë dhe duke vazhduar punën në policinë e re të Kosovës. Nësia më e madhe është tash se kjo shkollë pas ka ndryshu shumë, është bëha akademi, këto shkollohen edhe për policë, edhe për zjarë fix, edhe punëtor të punojnë për shtëpia të shkuese, dhe më thonë është një akademi e plot, edhe i dëshiroj sukses që edhe neve si atër të na kalojnë gjeneratat e reja, kuadrat e reja dhe shpresoj se kjo shkollë do të kontribon edhe një kohë të gjatë mire ma mirë. Këtë të bim është shumë rëndësishme se kjo është themeli i policisë Kosovës e kësaj gjenerate edhe suksesi madh është i kësaj gjenerate se shumica e këtyne kanë qenë prorë, shumica tash ma heret disa prej tyre kanë marrë pjesë edhe në luftë, sidomos organizatori Nureddin Ibishi, edhe disa shokë tjerë, e ajo është kënaqësi. Vjen mirë nga stafi i shkollës që na kanë prit kaq mirë edhe e kemi li veten shumë të kënaqur. Edhe besoj se në të ardhmen do të takohemi prapë. Tubimi i gjeneratës së parë nuk ishte vetëm një takim formal, ishte një përkujtim i gjallë i një etape historike të rëndësishme për shtetin e Kosovës dhe një nderim për gjithë ata që sakrifikuan për të ndërtuar një polici që sot gëzon besimin dhe respektin e qytetarëve.